Për të folur për këto zhvillime sportive dhe natyrisht për Champions, me mua në studio është Tami Kone, gazetar sportiv dhe Ledio Alili. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Tami, po e filloj ke Champions. Padyshim, një ndeshje, mund do thoja një mbas asaj Barcelona, Inter, UEFA ka vendosur, jo ka vendosur, po nuk e di se ku do ta vendosi këtë ndeshje, me fjalë për sa i përket spektaklit, golave, në më thënë një ndeshje ku ka pasur brenda të gjithë gjërat që mund të ketë një ndeshje futbolli. Të them të drejtën, më ka habitur sepse, ose më mirë të tërë janë habitur kur rezultati 3-3 me fjalë ka qenë i pranishëm, të paktën në 3-4 vitet e fundit ka dalë rreth 3 herë. Domethënë 3 herë Barcelona-Inter, Inter-Barcelona kanë qenë bile edhe në grup kur Interi luante po në një grup me Bayern dhe me Interin dhe me Barcelonën, sigurisht që kualifikoheshin për më tej Bayern dhe Interi, Barcelona sigurisht atë vit Ledio besoj e mban mend nuk u kualifikua, por ndeshja përsëri ka dalë me rezultatin 3-3. Sigurisht që por ajo që të befason më tepër është që Interi kur luajti në Barcelonë, sigurisht që tifozat thoshin ose analistët thoshin që shkoi 4 herë në portë dhe shënoi 4 gola. Se edhe për mua dhe për gjithë tjerët, për mua goli që u anulluan të paktën në Barcelonë, për mua ishte gol. Megjithse milimetrat, më thënë, me kalkulimet, me ato vijën e varit, sigurisht që goli u anullua. Por tani kemi arritur një finale që gjithsesi për atë nivel që ishte Interi dhe nivelin e Barcelonës, kam përshtypjen askush nuk priste asnjë gol nga Interi, jo më 3. Po jo, as nuk e diskutoj fare, kupton? Domethënë Interi bëri detyrën dhe normalisht dështimet ne kemi qenë këtu në studio ku kam thënë që shiko, Interi o i fiton, mendimi im, Interi o i fiton të treja, Ledio e di se kemi qenë bashkë, o i fiton të treja, o i le të treja. Sigurisht me Milanin la Kupën e Italisë, la kampionatin. Sigurisht gjërat nuk është se e ka lënë, sepse ndeshjet janë, por të paktën tani ti prek të lërë dhe të tretën? Jo, kalendari në Napolit është më i lehtë. Jo, unë nuk pretendoj ta lë. Po po është finale, s'ka çat lehtë. Do ta luaj edhe ndeshjen. Tani kampion pra se nën kampion nuk është se kur mendoj tani që do ketë përballë një skuadër si Paris Saint-Germain, analiza është fare thjeshtë. Ju përmendet Al-Nasserin që duke qenë se ka Ronaldo brenda, nuk u shpall kampion atje. Por imagjinoni Paris Saint-Germain i para 2 viteve, ose Paris Saint-Germain i finales me Bayernin, me lojtar Neymar, Mbappé dhe Messi. Tani, unë nuk di që 3 lojtarë nga më të mirë të botë të bashkojnë me një skuadër. Por ja që kur ishin të Parisi, ata ishin, ishin lojtarë të mëdhenj, por zhgënjimi i një skuadre si Paris Saint-Germain dhe milionat e presidentit, tani duke sikur gjërat kanë ndryshuar. Presidenti ka kuptuar. Parisi është më i fortë apo më i dobët se Barcelona? Për mua. Atëherë, kam parë një Paris që jo që është i fortë, sepse vetë fakti që ka eliminuar skuadra, tani ato skuadra që ka eliminuar Parisi, nuk duan shumë komente. Tani të eliminosh... Zorma, po Arsenali eliminoi Realin edhe shkoi... Të eliminosh Liverpoolin, jo, të eliminosh... Jo, vetëm u eliminua, po zbërja zgjë. Të eliminosh Liverpoolin, të eliminosh Aston Villën, të eliminosh dhe Arsenalin, sigurisht që ka marrë përsipër të eliminoj 3 skuadrat angleze. Normalisht skuadra... Këtë që do ketë përballë është italian. Po sigurisht që do ketë përballë, por ajo që mua... ose më mirë që ka diçka pozitive të ky Paris, është nga mënyra se si është ndërtuar skuadra është ndërtuar tani në grup. Sepse ne po më në fund ata e kuptuan, sipas mendimit dhe analizat që bëhen, ata e kuptuan që Mbappéja... Ma analizo Parisin përballë Interit, se Parisi në vetvete... Atëre, Parisi në vetvete fillon një skuadër, po ta përsëris një skuadër që nuk them se i ka shumë yje, po ka një skuadër që fillon që nga Donnarumma, tani ju keni parë ndeshjen me Arsenalin. Donnarumma është një portier, për mua është një nga 3-4 portierët më të mirë në botë, dhe sigurisht që kjo nuk do shumë komente, por ditë themi gjë, ka kapur një top, nuk nisem nga jo, po ka kapur një top atë dite me Arsenalin, me 0 fushpamje, kur themi ne, më thënë, dhe ka diçka, një portier i gjatë, pa dashu të bëj, sepse ka dhe një gjë, me portierin është e vështirë të bësh analizën. Sepse një portier, analizën e një portieri, e bën një që ka luajtur, ose ka qenë portier. Të më thënë, futbolli është të gjë, por gafat e Donnarummës, historikisht, kur luante me Messi, me këto, ka qenë shumë të mëdhaja.
Më kanë qenë jashtëzakonisht mëdha, siç kanë qenë gafa dhe me kombëtarin italianë. Është pjekur tani. Por është një nga portierë, është një nga 3 portierët më të mirë dhe këtë e them me këtë. Po pra, por përballë është një portier që ishte i jashtëzakonshëm përballë Barcelonës, portieri i Interit. Shiko, tani që të jemi sinqert, një finale më e bukur do të ishte Interi, do të ishte Barcelona me Parisin, për mua. Finale. Tani, kur them finale, por kjo nuk do të thotë se Interi ka vjedhur gjë, Interi ka shkuar me shumë merit. Dhe normalisht, finalia sigurisht që është një finale, unë e them gjithmonë, Esmeralda, në ka kompeticion më të rëndësishëm, edhe se kampioni e botës, ta them e gjithmonë, sepse Champions League është qeshia mbitorë të futbollit në gjithë botën. Këtë e them pa doreza fare, është një, sepse ka dhe gjë, sa do dobët të jenë në për kampionate, plus, pasaj që bëhet fjalë për skuadra, se unë ka diçka, edhe kur dalin skuadra në Champions League dhe i duen, shiko, po nuk dole kampion në kampionatin tënd, mua se si më duket kur shkon në një finale Champions League. Gjëra që ndodhin pak, sepse ne po t'je, për shumë imaginot shkon të një skuadrë, për shumë Arsenali. Tani, unë nuk kam gjë me Arsenali. Vëndi 2 është Arsenali, vëndi 2 është dhe Interi. Por, shkon me pektun e kampionis. Nuk do të thotë... Okej, si Kjo nuk do të thotë gjë se... Pavarësisht se kjo mbas 92-shit, Champions League u bë me vëndin e parë, me vëndin e dytë. Tani skuadrat angleze, me Europa League do marrin pjesë 6 skuadra. Kjo nuk do të thotë gjë, se jo të gjitha kampionatet janë njësoj të forta. Po sigurisht më normal, as nuk e diskutoj vëndi i dytë po themi Britanis nuk mund të krahasohet me... As nuk e diskutoj fare. As me vëndin e parë Gjermanis që s'kanë fare garë. Thash njerë, nuk e diskutoj fare. Shkojnë direkt. Lidio, Paris Inter, si e shef dhe si e pret si ndeshje, po them si cilësi, në cilësin e Interit me Barcelonën, është jo, absolutisht që është ndeshje... Do jenë më të kujdesshme të dy ekipet. Nuk besoj që do ndodhë sërisht ajo ndeshje që ndodhi edhe që pam, hynë tek ndeshjet e rralla dhe vendoset në vitrinat e Championsit, por Parisi është një skuadër e cila, le të themi, përballoi disa nga ekipet më fizike të këtij Championsi. Deri në momentin që Parisi luante ndeshjen e fundit në grupe, askush nuk mendonte se ky Paris mund të bënte diçka, për vetë faktin sepse në ndeshjen e fundit, në ndeshjen e 8 në grupe, Parisi vendosi fatin e saj për kualifikim. Është mundur nga skuadrat të cilat, le të themi, ai Arsenali ka mundur këtë Parisi në fazën e grupeve me rezultatin 2-0. Po ashtu Parisi është mundur në disa herë me disa skuadrat të cilat në letër ishin më të dizavantazhuara, qoftë edhe për lojtarët që kishin, qoftë edhe për lojën që bënin. Parisi mori, ose më saktë vendosi Vullën, që është një ndër pretendentët e këtij Championsi në momentin që mundi dhe eliminoi Liverpoolin. Aty Parisi u kuatua edhe më lartë edhe u duk që ishte një ekip i cili do bënte mirë, ose më saktë i kishte kapacitetet për t'i bërë dëm çdo lloj kundërshtari. E vërtetoi këtë përveç ndeshjes me Liverpoolin, e vërtetoi edhe me Aston Villën, edhe pse me Aston Villën deri diku pati ato oscilacionet e veta, pasi ekipi anglez pati shanset edhe ta çonte ndeshjen në shtesë. Me Arsenalin dominoi në të dy ndeshjet, pra tregoi që ishte më i fuqishëm se ekipi anglez dhe shkuarja në finale nuk është e kotë. Kjo tregon që Parisi ka vlera, duke nisur siç ta thamë nga porta deri në sulm. Tani, Parisi do ketë përballë një ekip i cili ka goxha eksperiencë. Që kjo eksperiencë nxorri deri në finale. Fakti që Interi besoi deri në fund dhe ktheu ndeshjen me Barcelonën tregon shumë për eksperiencën e lojtarëve që ka, por edhe për frymën që ka përcjell trajneri te grupi i tyre. Është një skuadër e cila nuk ka më, domethënë, nuk pretendon që me këtë grup të jetë sërish pretendente vitin tjetër për Champions. Ndoshta tek Interi pas lëshimit të dy kompeticioneve, le të themi, kjo është e vetmja mënyrë për mos ta quajtur këtë sezonin të falimentuar, edhe pse le të themi ka konkuruar deri në fund, por mendoj që finalja Esmeralda do jetë një ndeshje shumë e kalkuluar nga të dyja skuadrat, sepse nuk ke më kohën edhe mundësinë për të rikuperuar në ndeshjen e dytë, nuk ke më mundësinë për të pësuar një gol nga një gafe dhe më pas ta rikthejmë dhe një herë ndeshjen, pra aty do luhet çdo gjë, është si një tabel shahu ku gabimi më i vogël do shfrytëzohet nga kundërshtari.
Tani, duhet ndalem pak të dy trajnerët e skuadrave, që mendoj që janë dy strategët që mund të bëjnë diferencën në këtë ndeshje. Inzaghi ka treguar që në ndeshje tip, siç ishte për shembull finalja e parvjetshme me Manchester City, kur e gjithë bota mendonte që City do ta shkërmoqte Interin, qoftë edhe me rezultat tenistik, pam të kundërtën asaj. Pam një City i cili le të themi orvadej në pjesën më të madhe të fushës për të bërë diçka, por që kishte një superioritet shumë të madh, absolutisht. Cilësia e Cityt me cilësinë e Interit kishin goxha disnivel. Kur pret fitoj, sfiton, kur pret mos fitoj. Është vërtet, është shumë e vërtet. Domethënë ta mendosh që këtë Inter e mund Milani më i dobët i 10 viteve të fundit, domethënë habitesh. Mund Roma, se Milani të mund me pekull e derbit. Por me Romën la kampionatin. E qartë, por gjithsesi, doja të ndalesh atë pak të trajnerët. Luis Enrique, që nga momenti thash që le të them arkivoi kampionatin, si duket i gjithë fokusi i tij ishte Champions Liga. Duke parë ndeshjen që bëri me Liverpoolin, domethënë aty kuptoi që fuqia e ekipit të tij ndoshta, duke mundur pretendente në Championship, fuqia e ekipit të tij është shumë e madhe. Dhe duke parë që këto lojtarë mund të mundin Liverpoolin, pse jo mund të mundin këdo, sepse tani trim shtrëmbër të flasim drejt, nuk ishte ekip më të mirë se Liverpooli në këtë Champions. Pavarësisht Barcelonës që ishte fenomenale në aspektin, le të themi, ofensiv, Barcelona çalonte jashtëzakonisht në aspektin defensiv. Pra një skuadër që tjetë e kompletuar, du t'i ketë repartet të gjithat plotësuara. Barcelona pësoj 7 gola nga Interi. Barcelona pësoj 5 gola nga Benfica. Pra Barcelona vërtet fitonte me spektakel, por Pravavia lë për dëshiruar edhe për mënyrën se si Flick luan me një offside artificial ku i lejon... Por para se t'ja kërkosh këtë defekt, t'ja kërkosh ati polakut, arbitrit, analizat janë bërë në kampionatin spanjoll tani edhe gjithë ajo bëhet që gropa e madhe e Barcelonës të mbrojtje ka bërë, sepse kjo që thua ti është më së vërtet. Domethënë ti thuash një tjetri që kam shënuar 6 herë dhe jam eliminuar, domethënë është diçka e pabesueshme, pikërisht. Barcelona e ka mbuluar këtë defekt me duke shënuar më shumë. Pra Barcelona në total ka shënuar 165 gola mos gaboj dhe ka psuar 70 gola. Domethënë është një mbrojtje që nëse do e marrësh në tërësi, ka qeduar. Është ndër mbrojtjet më të dobta, mos të më e dobta e Championsit për nga numri i... Por që dhe duhet të visuar me mungesat që kishte në mbrojtje. Absolutisht nuk e vën diskutim. Sepse mungesa në mbrojtje, më falë, vetëm duhet të shtoj, mungesa në mbrojtje dhe Ferran Torres që luante në vend Lewandowskit, dukej se kur Barcelona ishte me një mangut. Se Ferran Torres luante në vend Lewandowskit dhe tani ato rastet ishin... Por unë mendoj... Prapë prapi këto nuk duhet gjetur për zhgënjimin, zhgënjimi është i madh. Jo, doja të thoya diçka. Luis Enrique, domethënë kjo është për t'i dhënë nota pak më ndryshe këtij diskutimi. Para 10 vitesh humbi vajzën e tij, cila u nda nga jeta, edhe në një diskutim që bënte dhe këtë ka treguar në 2018-ën, sapo u rikthye le të themi tek drejtonte sërish, një diskutim që bënte me tjëmën e tij, me gjyshen e vajzës, i thoshte që vetëm i premtim, sepse ka një foto kur ka marrë trofeun e Championship me vajzën, kur ka qenë me Barcelonën, i vetëm i premtim që i kam bërë vajzës, thoshte është që ta rikthej edhe një herë titullin. Edhe, do më thënë, kjo do jetë, kam përshtypjen unë, nuk e ndi brëndësinë e ti, por mënyra. Pikërisht, kjo do jetë një ndër arsyet më tepër që të gjithë lojtarët e ti të bëjnë edhe më shumë për ta marrë. Si Argentina me trajner Maradona. Duhet të shtoj diçka ke trajneri. Ledio tha një gjë që Luis Enrique dhe sigurisht që Inzaghi ka bërë shumë mirë. Ka një gjë. Trajner i mirë ose me gradat e një trajneri sigurisht që Champions League të vevullën. Në momenti që ti fiton kompeticionin më të rëndësishëm, sepse në Itali nuk thonë kot që, shiko, Napoli ka trajnerin dhe Interi ka skuadrën.